Qindra qytetarë nga Kosova, por edhe nga Lugina e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit e viset e tjera shqiptare kanë zgjedhur që festat kombëtare të nëntorit dhe fundjavën t'i kalojnë në Shqipëri. Në pikën kufitare të Morinës, edhe këtë të shtunë është regjistruar një fluks i shtuar gjatë orëve të fundit. Ku po shkoni? Në Tiranë. Pse? Me festu ditën e pavarësisë. Pavarësisë. Nga jeni juve? Bujanovcit. Nga Bujanovcit kemi ardhur për vash. Po. Jeni grup shoksh, a? Familje. Familje. Po. Çdo vit e festoni pavarësinë në Shqipëri? Shumë mizën e kohës, po, shumë. Çdo vit shqiptisht. Një urim, një fest. Një përshëndetje për gjithë për festën. Urojmë të gjithë shqiptarëve mbar botën ditën e pavarësisë. Në Shqipëri ku shkojmë? O Prishtina lijem. O për fest normal për fest. Nashti shohëm në sen atje se Prishtina ish dhes plot. Tani në Durrës. Tek qyrëm që po sillet punë. Me festu Tiranë, Durrës. Kena dalë veç me shqiptisë. Po tash të shoh në sot, të shkojmë me pa. Sipas autoriteteve, gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë në Shqipëri rreth 100 autobus, ndërsa numri i përgjithshëm i shtetësve ka arritur në rreth 30.000. Po ashtu janë regjistruar afër 6.000 mjete.